Dashur mes, përshëndetje edhe njerë, jemi rikthyer këtu në këndin e juaj të preferuar të Facebookut, ku jeni më shumë të aktiv, besoj. Tashmë në kohët e nxehta, nuk po dilni shumë jashtë, ose po preferoni me siguri me ndet edhe me u shoqëruar me emisionin ton. Dhe të bëni pyetje për mysafirin, se tashmë keni kuptuar se kush është. Ato pyetje në fakt nuk do të pranohen më, sepse veç i kemi përzgjedhur një prej tyre, po flasim prej 441 pyetjeve që kanë ardhur në Facebook për Sinanin. Sinan, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Këtu janë pyetjet shumë të mirë, por ne i kemi përzgjedhur vetëm 21 prej tyre që apo reale. Cilat na u kanë duk pak më të arsyeshme për me ju bo juve. Kështu që besoj se do t'i përgjigjeni. Absolutisht. Përndryshe, po filloj me njëherë prej pyetjes të parë që vjen prej Aida Bekës, thotë a ke faqe zyrtare të Facebookut. Po është mirë, po nuk e mbaj unë, do ka dikush tjetër e mon, kështu që Facebook s'kam, po faqe oficiali po. Okej, e ke pas ma përpara ndonjë vetëm? Ka pas një kohë shumë shkurt mirë, po nuk e ku pa të arsyeshme, për arsye se nuk kam kohë, as me ju përgjegjë njerëzve. Kështu që më duket sikur që po i injoroj ata njerëz që cilëve s'mund ju përgjigj, kështu më mirë është me thonë publikisht që s'kam Facebook. Në përgjithësi ç'është është Facebooku, na është se një mjet mirë të informimit social. Është mjet i mrekullueshëm në rast që përdoret si mjet. Edhe për çka është i dedikuar për informatat, për Facebook gjen shumë informata, gjen shumë njerëz që si ke pa një kohë gjatë, kështu që nëse kishme me Facebookun në këtë nivel, kishme qenë shumë në rregull. Besoj se duhet të ketë shumë faqe tjera në emrin tënd të hapura prej njerëzve Absolutisht, publikisht po e them që unë nuk jam ai. Nuk ka. Kërkoj falje gjithë atyre dhe prej krejt ata njerëz që komunikimin e kanë në mënyrën më të nivelin, po më flas në emën. Temi ju kërkoj falje, unë nuk jam ai. Okej, po për ata tjerë cilët e kanë, nëse shfrytëzojmë për mënyra të mira të marketingut është mirë, po mos e keq përdorim. Pyetja e dytë vjen prej Morina Lumit, cili ekipi i futbollit pëlqen? Bayerni. Bayerni. A luan futboll? Po. Pak më rrallë tash, për shkak kohës, po Bayerni mas Barcelona. Po ne Barcelona e kem pas, po mos i kem tash Bayerni në një farë mënyrë e kem përkrahjen. I kem pas edhe përkrahjen politike prej gjermanëve, domethënë edhe për klubit, sidomos klubit Bayernit, ka pas ndoshta njerëzit e din, disa nuk e din, që ata kanë dhënë shumë jetë, edhe domethënë i kanë ndihmu Kosovës, domethënë si klub, përveç shtetit gjerman dhe klubi Bayernit, kështu që tash A pa të mundësin me qenë prezent ndonjë në prej lundrave? Po, kam qenë në gjysmë finale faktikisht, midis Bayernit dhe Barcelonës. Të dyat favorite për konkesat not. Ma të not për Bayernin. Me sport tjetër a mirë është? Në sha. Me sha. Jo, unë fakt e du shumë vrapimin. Dhe më thonë është një, sidomos natyrë është. E preferuar ime, po veç kur kam kohë. Do mos në orët e para të mëngjesit. Fitim Tolaj thot, cili është ushqimi preferuar i Sinanit? I preferuar? Ka shumë, shtë që. Po mendoj, varet sa je i unë. Varet kur është, a është dimën, a është verë. Te une s'ka problem, nuk gjithmonë apetitin e kam, kështu që gjithë ka është e preferuar në momentin kur je unë. Trego ma din me gatu? A gatu ndonjëherë? Jo, s'di. Okej. Krishnik Jenuzi thot, pse është kaq i dashur nga shikuesit dhe pse është një ndër më të mirët e estradës? Ku qëndron sekreti magjik i juaj? Faleminderit për komplimentin, po mendoj që qasja njeriu punën që e bën duhet të ushqehet për i zemrës, dhe me thonë, këtë gjanat që i bënë të thëtë ashtu që janë, ti nin dhe ato shihen. Dhe mos me qenë fake, ose mos me qenë falc njeri, edhe para kamerës, edhe para publikut, edhe para raportit me kongën, edhe gjithë të momente që ti ki, që e bënë atë punë me shpirt, cilë do punë që do tjetë, besëm një që e është përblehet, për arsye si për bënë me shpirt. Dhe njeriu gjonat që si bënë me shpirt vrehen, se si dënë. Dhe kështu është problemi me njerë, të pak të publikës mujnë me rajtë. Këtë para se me hynë studio, pata shumë vështërsi, se shumë pyetje, mirë për mesin e shumë pyetjeve pata dhe komente shumë të mira. Kështu që në bazë aty në komenteve, si kurse fjallet që i lexova pak më herët, besoj duhet
tu kanë thonë edhe personalisht juve, gjatë rrugës ose në për koncerte? Po, absolutisht. Na mund të rrahemi tash në që se thojmë që nuk na pëlqejnë komplimentet. Komplimenti është në një farë mënyrë stimulim për punën e ardhshme dhe nihesh mirë në atë moment kur të thuhen komplimentet. Kështu që i falenderoj gjithë ata që kanë sinqerisht komplimentin, që se kanë me naj... A ka ndonjë fjalë që ende mban mend për ndonjë fëmijë të vogël ose prej ndonjë matë më shumë, diçka që të kalon për shtypje? Jo, ka shumë kështu që nëse se futem botën e fëmijës, bota e fëmijës është bota më reale dhe besomni që kur ti komunikim me fëmijët, të mëdhtë janë shumë më pak problem. Në momentin që ti futesh komunikim me fëmijë, për shembull, jo fjalë, po kam pas disa raste fëmijë që sikom gjof kanë ardhur dhe më kanë ka për kohë dhe kanë më kështërgu. Ajo flet krejt. Kjo është komplimenti më i madh që mund me marrë njëri. Okej. Vazhdoj me një pyetje tjetër. Samir Ejupi thotë, cili ka qenë shiri më i madh që ke bërë kur je i vogël? Kur kam fut një eksir në shteker, tas vendrym. Ka gjujt mirë. Edhe sot i këshirë i rrimë kështu. Largë. Se cili punë cilën moshë ke qenë atar? është na 5 vjeçar. Për ndrysha, ke qenë shumë fëmijë lasdrum, a ke qenë maj përkdhelur në për familjes të tave prej? Jo, kam qenë fëmijë lasdrum. Kuptimin e lasdrum, po s'kam pritu me bo sherr. Që se u bori sherr dikun, ka qenë edhe pjesëmarrja jam dikun aty afër. Okej, po a ka vëllezër dhe motra si nani? Po. Okej, a raportet pa përpara si fëmija ata janë më të mëdhenj apo më të vegjël? Raportet kanë qëndruar gjithmonë, po, unë jam para të voglit, se jam 7 fëmijë. Kam 3 motra dhe 4 vllazër. 2 motra jetojnë këtu, 1 motër jashtë, 3 vllazët jashtë dhe bëdhon si krejt shqiptar. Jo, si krejt shqiptar, me gërbet. Gjithmonë na ka lidhë diçka. Kështu që na mungon ajo takimi familjar që nuk mundesh për shkak arsyeve rrethonave tjetës të përditshme dhe ti është problem 7 njerëz më mbledh për shkak punëve të secilit. A je i vetmi muzikant në familje apo kanë të shëgu? I vetmi. Tërshudi. Leonora Bunjaku thot, cili vend që ke vizitu deri më tash të kalon për shtypje më shumë ti? Që s'kishe pritu me vizitu prapë? Ka shumë vende. Po Havaj më ka pëlqy për arsye se nuk kom taku në jetën tem njerëz më të këndshëm edhe njerëz me buzëqeshje më të madhe. Do me thonë, nuk është ajo fytyra e mrole jona shqiptarëve, shiqimet e ashpra pa kur fa nevoje. Do me thonë është që i thonë ajo smile face, prej mëngjesit dhe i mbrome njerëz të ki me një buzëqeshje, që është shumë rrallë të vendet tjera. Sa aty, do me thonë është shpriha edhe si bukurin atyrore dhe si ushqim edhe si gjithë shka. Po ndoj vend tjetër që ndë se ke vizitu, që ndoshta së shpejti dhe ta kesh mundësin? Unë në fakt, edhe pse udhtoj shumë, ka qef me udhtu, pra. Isha në altë udhtu në krejt botën. Ndoshta pak ma vonë, në fakt kam dëshirë me vizitu krejt kontinentet. Kam dëshirë me vizitu, edhe Indinë, edhe Kinën, edhe me i pa si vende, si kultura, për shkak informatave të mija që kam shumë dëshirë pa të filloj me vizitën e gjitha kontinenteve kur noj njerëzit. Jo në mas. Prej këtyre udhëtimeve, po nisemi prej neve femra, dhe pse me siguri ju duhet jeni ma ndryshe, me shkujt si kushtojnë shumë në anësi pamjes, po ne femrat pak në adhu mundësia me dalja shtetit veç shopping. Shopping, normal. A i kemi sinanin tjej edhe paka mashkujt e shumë? kanë ato, edhe mashkujt, bile ka njerë mashkujt edhe ma donë edhe ma shumë. Po femra si natyrë duhet me shku shopping, dhe e meritojnë me shku si shopping, dhe e kam për detyrë mu duk ma mirë, thik ma normal. Nuk është ajo kur, po mendoj është gjuna që se një femër s'dojnë me shku shopping edhe s'dojnë mu duk mirë. është më katë, fali tonistit, sigur. Për ndryshe për Sinonin, kush për kujdeset, saj kushton anësi, a keni një stel ma sportiv gjatë ditës? Jo, unë këto kam mendimi pak tjetër për tjere. Mendoj që dukesh mirë kur je komod. Momentin që ti do një komoditetin në veshjen tane, së është më me rëndësi sa kushton, ku i ke ble dhe kush ta ka bo. Shumë është me rëndësi mi kushtu dhe pak njerëz ka ata që bazohen në komoditet për modën. S'kam kur gjë kundër
njerëzve që Prindit, botërorë. flasin, jo, mas edhe këtu pak ka njerë të çuditshëm, kush se flet komoditetin me çka e vesh. Ajo është mbi të gjitha. Granit Kastrati, a kemi ndonjë hit veror prej Sinanit? Përshëndetje nga daja em shoku juaj i klasës Bajram, Berisha. Okej. Edhe urime për klubin, punë të mbarë, po Faleminderit thëtë. shumë. Gjithmonë kur pyetet dikush për hitin as kem drejt me fol. Unë po çuditem me disa njerëz që flasin, e Do kanë bën t'jetë një një hit, si hit, ke po. bën ti, ato e bën publiku. Ky është raporti, prandaj është si pyetje pak e vështirë, por arsye se s'mundesh me folti për hitet. Për hitet flasin ata që i ke bën ti. Ti ke bën për vete është puna jote. E sa kanë me thith publiku ato, si muzikë, si komponim, si tekst, nuk mujmë na me fol. Për hit nuk e dihet, po një këngë ka pas me u promovu sot. I bën 10 këngë, e aty asnjë këngë sa pranon publiku. Po. Ose ti ke investu, e ke qitë në, për shembull CD këngën A, një, e dhe bëhet hit B12. Dhe ti, aty është me njerë, në që se këtë deri tash se ke kuptu këtë raport, është mëkat për këngëtarin. Për ndryshe, sot kemi pas edhe me promovu njënin prej klipeve të Amatreja, po mundësi produksioni teknike. ishte pak sa me shumë I vonu. angazhime, Po. kështu që besoj se do të kemi rastin ditët në vazhdim Absolutisht. të servojmë shikuesve. Tush për kola, i thot, në cilën datë keni kujtimet ma të bukra? Po s'ka kur gjë ma bukur për shqiptarët se pavarësia e Kosovës. Se është e vetmja datë ku nana, baba, fëmijët, krejtë kanë prit, edhe është liria, dhe në momentin që ti është diçka e shajt për gjithë familjen, është data më e shajt për mu. Kështu që është normalisht pavarësia e Kosovës. Okej. Liri e Blaca, thot, a keni ndonjë tatuazh? Nëse jo, a keni dëshirë me punë? Po, kam për të tatuazh shumë e hershme. Kështu që jam kthy prap tatuazhat në modë, po ne kum pas shumë më herë. Okej. S'po them që jam kon mod para tatuazhave të solit. Mendon me bu edhe në një tjetër se e di se kur e bën një mandej zë të në mundoj. Është shumë e vërtetë. Shtu kom dëgju prej atyre se kanë. Gjithmonë jam personalisht apo bëj, as e bëj, apo bëj, se bëj, s'kam vendosur hala. Okej. Nëse kishe vendos, a e ke ndonjë ide çka kishe bëu? Veç në ball jo. Okej, Arbenita Salauka thot përshëndetje, përgëzoj për punën që e bën, doja dija nëse i ke numru, thot më shako, sa këngë ke prej fillimit karrierës deri tani. Dhe për çfarë arsye do e kishe lënë muzikën? Turoj suksese. Muzika nuk lihet. Këngë nuk di, tash po them nuk lihet muzika për arsye se edhe nëse smiresh me muzikë, te me muzikë je. E ki makinë, e ki, domethënë, sidomos për njerëz që mirë me muzikë, se kanë lënë muzikën, kanë me veti. Edhe i ndrojnë edhe kanalin, se bëj kjo ndron për akt. Në moment që smiresh me muzikë, ti e lën një kanal Për ati televiziv rrethu prej edhe muzikës. nuk lëviz mo. Po si të miresh me muzikë, diçka do të shkon nerva, se dëgjohet e kalon. Okej. E këngë so diku rreth 300. Dikur rreth 300. Okej. Marigona Adulaku thot përshëndetje të sinqertë. A keni menduar ndonjëherë ta ndroni muzikën me ndonjë profesion Po, tjetër? me dalë muzikë. Shumë dallim i madh. S'dija kishe mujt. Luta Mustafa, përshëndetje për Sinan Vllazaliu, një këngëtar që të gjithë ta adhurojnë, thjesht një ndër këngëtarët më të mirë në Kosovë. Sa ka qenë vështirë të arrini gjitha sukseset muzikë deri tani dhe cilën këngë e cilëson si një ndër sukseset më të mëdha tuaja? Vështirë, krejt janë, puna nuk është veç e jame, është e përbashkë, domethënë gjitha, nas mund e ba mjetet televizion, pa televizioni, pa radjet, pa revistat, nuk mundemi se në fakt nuk, qysh për kishe me plasu ti një këngë, domethënë kjo është një farë lidhje mes gjithve. Mirë, po unë gjithmonë kam thonë dhe them që suksesi nuk mundet me qenë i një individ. Suksesi është i përbashkët, është edhe i momentit, momenti kur gjindesh në momentin kur duhet me u gjindë, në një vend, ta ka një njeri, apo kjo është krejt pjesë e asajna që ty të bën me qenë i suksesshëm. Kështu që është në katë që se njeri u këshyrë me morë trofet Veç për vete. mi përvetësu. Okej, edhe tjetra ishte cilën këngë e cilëson si ndër sukseset më të mëdha, edhe pse ndoshta është vështirë me i nda gjitha ato 300 këngë. është vështirë, është koha ku na ku kemi vepru para luftës, mas luftës, kështu që kam problem të jemi sinqert. Për ndryshe se sigur të kisha fiksu
se kom fiksu kur, mendjen teme, se që kjo kongë është ma mira ose është ajo tjetër. Sepse unë thëmë që kjo është ma mira, ti thu jo, se që kjo është ma mira. Në raportin me kongët e mija, edhe unë jam dëgju si kongët e mija, në kuptimi kështë që s'kisha me mujtë me thonë... Për shambull, konga që po dëgjojmë tashun me Arona, ka të bëjë diçka personalisht me Sinone? No, kjo është, për shambull, ajo është bashkëpunimi jam... jam... Non-stop lëvizje me shoqëri me Arona. Ajo, gjithmonë njeriu gjenë vehtën në gjdo tekst, dhe me thonë, edhe ti, a shkonë dikur me shushli tonë, deri tash s'kem posh autobona, për tash kem autobona, do mujë me dojnë Kosovë. I kjo është raporti që Ilir Beroni ka shtjelu mrekullueshëm për diasporën tonë. Dhe me thonë, kjo është se s'kem posh në autobona, deri si vjetë kur hopë. Vitë s'ka ma mirë më thunë për autoban me Arona dhe me në shukongën. Absolutisht. Dhe më dhe kjo është qaja është që s'kisha mujtë me u përcaktu. Po, okej. Tara thot pyetje për Sinonin, çka po hanë që nuk po plakesh heq, ama heq, se cilën ditë ma fresh. Po flajnë frigider. Okej, për ndrysha, a ki kremit e gjume, a ki probleme me gjumen këto koncertet, gjithmonë duket ju s'rregullojnë pak gjumen. Organizmi është adaptiv. Edhe s'do me pas shumë panik edhe me thonë, di qa pa gjumë, këmet ashtu konë. Në rrasë se koncentrimin e ki për punën që e banë. Unë e se këshyri vetën apo plakë, nësë po plakë, nësë s'kam ko. Edhe këtu maronë krejt puna me kremat, me gjithë shka, me shtëngimin e lkurave, me gjyrat flokve, me krejt tjerat. Momenti që s'ki kohë mu marrë me ato, as plakë jas mirët me ty. Dhe kështu jem 0-0. Në logarit e shumë e mirë. Razi e Fetohu thë, cilën shpreje e përdor mas shumë të gjatë ditët? S'po di se në varën cilë me atje, me kanë je që shje. Që se futësh në komunikacion të Prishtinës, po di e shka thojnë krejt. Po, ka vende që se jenë në natyrë të sfeteq, je qëtësi dhe më në barët, krejt e është për stres. Nuk kam në e farë fjale që e përdori tani jetër, s'ka. Okej. Muhamet Rudani thot, si e mendon vetëm pas 20 vitesh? Mendoj që duhet me mendu për sot, s'di qka këtë. Ja nisë me fillu prej sotit. Okej. Sa ka kohë të lirë Sinonin dhe si e shfrytëzon ato? Shumë pak. Si kam në përveç angazhime të punës që du mas shumë të muzikën, jene disa punë tjera dhe më thonë është tash klabi, është restorani, është në Amerika, është televizje, është një trekant që jemi me Evropën, me Amerikën, kështu që është... Së më livë duhu për kohë të lirë, nuk kam kohë të lirë, shumë pak. Okej, po vazhdojmë me pyetjen e 17, a ka... Nuk mund të farë. Hajde, na i pyetje kështu... Në më dalë për frigoriferit. Po? Që e blokës në... Më la për shtypje që ajo përgjigje e jotja, po unë e kom një versionin tjetër, si vena, sa ma shumë që po shkon të u plak, edhe ma e mirë po. Qa po për për këtë të më Po du me qëndru bashkë me ju në Facebook. Faleminderit. Okej, mirë se ardhur. A ka Kosova këngëtar të mirë, pyetja 17? Ka. Bile shumë të mirë. Ka disa që se din që janë të mirë. Të problemi. është mos zhvillimi ty me mental. Se s'është vetë zoni krejt, besoni se s'është vetë zoni. Është komunikimi me tjetrin, mendimi për tjetrin, është shumë sene që e bojnë një njeri taman. Dhe më thonë, na muna me qenë veshun, me qenë pa kuce i dothën. Ti i veshun një, po je i zbathën. Dhe më thonë, duhet me u mundu me qenë komplet, si labi kështë. Edhe me kuca. Edhe me kuca. Përgjigje matë me iskësi e kush. A ka shësri shumë gjerë Sinone, cilët janë mes më të afër të ti? Kam shumë, tash dallohen edhe miqt në kuptimin. Unë i dalloj të pakten, për shembull në muzikë, në botën e estradës, botën e sportistave, që kam shumë tu fillu prej gjeneratave djetra deri të sotmit. Dhe me thonë, në muzikë nuk është kur farë shefësie që ka miksa për vizlon, jemi për arsye se në lidhe shu gjanat përbashta, Ilir Beronin, Gilin, Labin, mështi përmendi tash për shembull se ka shumë. Dhe i kërkoj falit gjithë atyne që tash për që me të bugujirësin për shembull, për gjeneratat me të cilat e kemi një botë tjetër.
Kështu që unë i dalloj dhe jam shumë i lumtur që kam shumë miq. Dhe këtu kisha dashur me ndërhy se jo që është i lumtur që po din shumë me vlerësu dhe me çmu shumë shoqërinë. Absolutisht. Që ata e ki një vlerë të madhe që e ki. Pakten edhe për të mirat edhe për të këqijat njeriu e gjen mbështetjen te shoqëria. Kur është keq, do shta dikush duhet sot me shku me dal me nejt me boni qef ty të vyn në shok që i pini birë thëftë edhe del me qatë njeri dhe të kini mbështetje në kuptimin. Bleron, një muj dit në hera me konë një herë një sezon ullë që në bashkë, një muj kështu, që e di që qka është më gjendje me bo për shëshri. Tregëm apo në janë nervoz, më intereson me ti. Mësë që lëpsh atë. Qaj është? Sigurisht është shtirë me bo. Jo, është shumë zërë. Shumë zërë është, po për më bot është po plasë dhe më të në këtë aspektin. Më bo nervoz në diçka që nuk është e drejtë, apo nuk e thëtë që aty di më bo nervoz. Pa drejtësia. Pa drejtësia. E reagoj, po me qenë raport edhe me donën teme, që e kam, shto është, do më thmiu, edhe me thmiun tem, reagimi do është mos akordimi mi mes zonit thyrës edhe piskomës. Të menon që do me myt njeri, po është vesh problemi emocionit momental që ti e thu për shkak të padrejtësisë. Se jo që jam najharë që apo di, arroganca e të pruve, po vesh është momenti për cilin njeriu reagojmë, na jem njerëz, për që të dallohemi veçtazë. Ja, para fundit, a du të ketë bashkëpunime kërgjerë, si nani me ndokan? Po do ta zbulojmë, por arsye se nuk jem sigur të do dalim as do dalim, kështu që mos premtojmë diçka që se kemi mundësinë. Okej, edhe në fund bisedës, planet për albume dhe angazhimet e verës, besoj do t'jenë shumë ta, disa e tjetër. Unë, problem është, për me fort prapë po thamë, se gjithë më mendoj që përgjegjja është na sjemi, pa publikun. Kështu që gjithë mund, unë po thamë, duhet me u palu, edhe me prit që ka thmejnë ata. S'kena me përfundu bisedën, s'kena me përfundu 21 pyetjet, se na në kujtojt videoklipi i parë. Po, në radio të zërë e Prishtinës në atë kohë. 1935. është Ariani edhe Ariana. Jonë përndryshe, Ariana është regjisoria, Ariani është kamermani, janë fëmijët e Sofia. Se Sofia na kujtoj. Po, si thash. Tha djali Tahirit, thash, edhe i Sofis. Shtu që, shpejt ju këmë përgjërë, se... Shumë shpejt. Përndryshe, unë përdu me t'lu diçka, për fund. Kështu, Ariani edhe Ariana dy të kanë ditëlindjen sot. Sa mirë. E kështu që një shumurime për ty live kështu. Kush ja porë të fund? Sa? A vdinë se deri që tash, Arianën me fillim të emisionet e kom bo nervës se kom lënë surprizë për mja bo qëtë pjesë të emisionit. Edhe në regjish koma ma herët, as nuk jep shaqera, as kur gjo që kështu. Ariani edhe Ariana kanë ditëlindje. Po. Do të mi u kënu kongra, po? Vish shumurime për ty. Ja, unë ju kësha thonë urime, edhe ju dëshëroj, gjithmonë e kam shprehje, unë i dëshëroj juve ato që i dëshëroj vetes. Kështu që shumurime për ty, shumurime për ty, shumurime i dashuri Arian, shumurime për ty. U bësh 100 vjetë, në kom tua. S'po shkojmë bashkë, po ndalemi të këstoria që u kom Blerona. Okej. Okej, po e shohim storien edhe pas stories këthejemi prapë bashkë. Qëta shëpave sa njëri u kona? A të na u këmë që... Prenat, prantën. Ju e keni pas kohën për... Nërsa unë e ku pas... I kom shënu kretë gabimet, qka s'duhet me konë në javën tjetër. Unë duket veç kam fillu mu për mirësime. Absolutisht. Shme njëherë me... Me mbram. Po, Leo, labi kemi lypë ma shumë se që mujmë. Pa. Dhe të problemi jo dhe kështu që detalet e vogla të bojnë problemin e të moja. Kështu që, po, i kemi veç me njanu. Okej. Sinan që e di që për vjen fundi bisedes këtu në kuadrët Facebookut, unë po të roj shumë sukses ty, dhe është zoti që e di i ki disa njerës
çmushëm edhe që nuk mundesh mi u çmang kurr. Absolutisht. E ki donën tutin, kështu që mi përshëndetje edhe unë pjapi prej kësaj jone këtu. Faleminderit, Xhavi. Pash fat dhe pash sukses. Faleminderit që unë mendoj që duke i respektu, tjerë të respektojnë veten. Faleminderit që më keni ftu. Unë jam i gatshëm për ju gjithmonë, për televizionin tonë, në Stanishin. 24 live. Unë e di. Nuk muj me të lëshu, thot, sepse e kemi monigramin për ndryshe ti e din që kemi një dhurat për ty. Faleminderit shumë. A më hap? Po, pa tjetër. Është thota? Jo, paret që kënovo urime, shumë urime t'i kohë që më rena jonë. Specialisë me posa, ja. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit dhe monogramit për shumë faleminderit. E dim që me monogram tash, sidomos diaspora, është më afër. Edhe absolutisht. Paret, s'ki nevoj me veti këtë atje. Okej, që Faleminderit, kështu. Xhavi. Faleminderit i shumë për të mira. Faleminderit. Okej. Shumë faleminderit. Bjeron që kemë nga thonë ti për monogramën, unë me Sinonin, unë me Sinonin po shkojmë Faleminderit kontinuim edhe Bjeron herë. se edhe nënën tjetër e paralajmë në storien tjetër. Padyshim. Ishte kënaqësi.